Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish-drejtuesit të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Gentian Gjyli dhe ish-drejtuesit të Keshit, Eral Delezi, të cilët kërkonin lehtësim të masës së sigurisë arrest shtëpie. Të dytë pandehurit argumentuan para gjykatës se afati 6 mujor i hetimeve për çështjen e tenderit të tunelit të Llogaras ishte drejt përfundimit dhe se duhet të rishikojë masa e sigurisë ndaj tyre. Megjithatë, kërkesa e tyre nuk u pranua nga gjykkoja. Në të njëjtën seancë pa kërkoi dhe mori miratimin për zgjatjen e afateve të hetimit dhe me 3 muaj të tjerë kërkesë që u pranua nga gjykata. Çështja lidhet me procedurat e tenderit për ndërtimin e tunelit Llogaras, një nga projektet më të mëdha infrastrukturore në vend. Sipas hetimeve të SPAK-ut, në këtë dosje janë të përfshira disa zyrtarë të lartë dhe anëtarë të komisioneve të prokurimit publik. Mes të pandehurve ndodhet dhe ish-zëvendës kryeministrja dhe ish-ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ndaj së cilës janë vendosur masa sigurie, ndalimi i daljes jashtë shtetit dhe pezullim nga detyra. Ajo i ka kundërshtuar këto masa në gjykatën e lartë. SPAK e akuzon Ballukun se në cilësinë e ministres përgjegjëse për infrastrukturën ka ndjekur dhe orientuar procedurën e prokurimit publik në të gjitha fazat, nga përgatitja e dokumentacionit deri në lidhjen e kontratës me fituesit. Në të njëjtën dosje janë marrë pandehur dhe antar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, përfshirë Elvis Berberi, Jetmira Dervishin dhe Mirzeta Kashnicën, të cilët akuzohen për bashkëpunim në procesin e prokurimit. Sipas SPAK, fituesit të tenderit janë shpathur 2 kompani turke me një vlerë kontrate që ka rreth 170 milionë euro pa TVSH. Hetimet për çështjen vijojnë ndërsa organi i akuzës pritet të thellojë verifikimet për zgjatjen e afatit hetimor.